ju ka shpëtu jetën juve, po a i së shtretë kërkon. Ti me mbo operacion në bifje që me ty. Isha për 28 nëntorin në Shqipëri. Edhe hypim në autobus, më këthy për Kosovë. Më bjen me qenë do njështë të pa njoftun, afer me. Edhe, thotë, më falë më të rrikajtje, thash unë jam e Mitrovicës. Mitrovicës, po. Thotë, ma ka shpëtu, ma ka bo operacion nipin. Thash, po, thash se ka qenë kirurg. Thotë, zdoj ke fëmiju me shku në operacion, tha, erdha deme me marrë me qunë salë të operacionit, e murë tha një flet, edhe një laps, e ja vizatoj një pull, e do zëgj, edhe i tha që, a peshe që zogu që pulla që kjo? Tha, kur jo gjuhë në gjëkë, si tha, veç ti me mbo operacion në bifje që me ty. Njëherë një gru e Ferizaj, thot, mu më pëlqiti zoraqore, më qumë për Prishtina Sëmnale, për Mitrovicë. Thot, unë veç të ju falenderu, doktor Ademi, tonë e jam, thot, sot gjallë se kom marrë, tha seps. Gjakut, thot, aj mi ka qitë krejt organet e barkot, jashtë tavullin, mi ka pastru ka një, mi ka shtim. Edhe, thot, unë e pata qef, thot, shumë që të pash, se mu dëkha që e pash ato, dhe që i mu të rati se aj dhe ma ka shpëtu jetën. E sa shembuj kështu, janë. Edhe unë e thëmë, po, a ju ka shpëtu jetën juve, po a i së shtretë kërkon. Krejt ata që kanë pa marë parasysh kanë, a vlaun tema, dikon tjetër, edhe e din. Lejmronu, folni, se veç nëse flasim na, rastet zbulohen edhe i gjejmë na ma të dashurit tonë.